Për nder të festës së flamurit kombëtar 28 nëntorit, Shoqata Zajazi që vepron në Zvicër organizoi një manifestim kulturor madhështor për të shënuar këtë ditë të rëndësishme kombëtare. Manifestimi me titull Rreth flamurit të Përbashkuar mblidhen kërçovarët, të bojë mysafir nga mbar diaspora, përfaqësues të shoqatave të ndryshme, si dhe shumë të ftuar. Programi u hap nga grupi artistik i Shoqatës Kërçova në Zvicër, të cilët sollën në skenë valle e koreografi të pasura me kostumografi tradicionale kërçovare, duke marrë dorë trokitje të fuqishme nga të pranishmit për performancën dhe prezantimin e tyre të shkëlqyer. Në fjalën e tij përshëndetëse, kryetari i Shoqatës Zajazi, Gëzim Ramazani, theksoi se pjesëmarrja e madhe e mërgjimtarëve në këtë manifestim dëshmon respektin dhe mirënjohjen e thellë që shqiptarët kanë për flamurin kombëtar, simbol që duhet transmetuar brez pas brezi si frymëzim për gjeneratat e reja. Sot të bashkuar rreth flamurit, ne kujtojmë me respekt dhe mirënjohje sakrificat e parantës fetar. Rruga drejt lirisë nuk ishte e lehtë. Ajo kërkoi guxim, mendoshmëri dhe dashuri të pakufishme për atë dheu. Gëzuar 28 nëntorin, ditën e pavarësisë së shqiptarëve. Flamuri ynë i kuq me shqiponjen 2 krenare nuk është thjesht një simbol. Ai na flet për historinë tonë, për krenarinë tonë, për gjakun e derdhur dhe për ëndrrën e përbashkët të lirisë. Gjatë manifestimit, Shoqata Zajazi ndau mirënjohje për dizajnerin e logos së shoqatës, Arbër Mediun, për profesionalizmin, përkushtimin dhe kreativitetin e treguar në përfaqësimin vizual të shoqatës. Mirëmbrëma gjithëve, së pari faleminderit juve për ftesën, momentet veç me avru ditën e flamurit dhe kaloni sa më mirë. Faleminderit shumë. Duar trokitje për Arbërin. Kryetari Gëzim Ramazani e cilësoi me krenari Sinip Zajazi për kontributin e tij të çmuar në fushën e mjekësisë dhe për përkrahjen e vazhdueshme ndaj komunitetit. Gëzim Ramazani e ftoi Dr. Florim Cuculin që të përshëndesi pjesëmarrësit në këtë manifestim. Unë si Florim jam një ndoshta i simboli i bashkimit të Kërçovës. Pse? Sepse babin e kam prej Service, kurse nënën e kam prej Zajazit. Domethënë, atmosfera festive vijoi me një program të pasur artistik, ku morën pjesë këngëtari i njohur kërçovar Përparim Murati, mysafirët special vëllezrit Leshaj, Oda Kërçovare, si dhe këngëtarja e re dhe premtuese Isra Elmazi.
Vëmendje të veçantë morën edhe moderatorët e rinj Argëtim Ramazani dhe Nebi Emini, të cilët drejtuan me profesionalizëm dhe gjallëri tër manifestimin, dëshmi se një brez i ri i arsimuar në Perëndim po afrimohet me sukses dhe është gati të kontribuojë në procese të rëndësishme, jo vetëm për Kërçovën, por për të gjithë vendin. Vitin e ardhshëm në 10 vjetorin jubilar të shoqatës Zajazi dhe manifestimin bar kërçovar për festat e nëntorit. Ju falenderit dhe qaste këndshëm. So